Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Amber. Sot jam me vete t'ju tregoj një ditë e kaluar shumë bukur në një kënd lojra shumë të veçantë. Hajdeni me mua. Siç e shikoni, ky ishte një ndër këndet më të veçanta që unë kisha parë. Në të kishte një spital, një kuzhinë, një sallon bukurie, një stacion policie. Dhe ishin ambientet të përshtatura shumë bukur, ishte edhe një shkollë. Pastaj patjetër nuk mund të mungonte rëshqitja dhe fusta, që neve kemi shumë qejf të luajmë, si unë dhe kushëria ime Kinza. Si fillim më futëm ke spitali. Një provoi të më vizitonte kushëria ime mua, pastaj provova unë të vizitoja atë. U kënaqëm shumë sot aty. Më pas, si që shqipni unë në mërzita pak, kur vurare që isha duke dalë në kamera, por, pastaj e kalova, sepse kam shumë dëshirë që tregoj se si kalohet një ditë këtu. Tashti, menduam të futem njërë të saloni bukurisë, shumë bukur aty. U veshëm, sa bukur jemi veshur, kushëria ime u vesh si Elsa. Dhe pastaj prapë shkojmë ke spitali, sa aty nga pëlqeu më shumë. Mendoj që në të ardhmen si unë dhe ajo do bëjmë doktoresha shumë të mira. Kishte edhe disa fëmijë të tjerë aty që luanin. Ishte një ditë shumë e këndshme sot. Tani po e mbyll videon, ju pafshi.